Zonja dhe zotëri, mirëdita. 20 prill 2026. Në histori ka momente që nuk shkruhen me bojë, por me heshtje. Ndërsa bota pret me syt nga ngushtica e Hormuzit, në korridoret e ftohta të Kremlinit po ekzekutohet një operacion që institutet në Washington po e quajnë matahari e gjeopolitikës botërore. Ç'është kjo matahari e gjeopolitikës? Për ta kuptuar këtë katrahur, duhet të kthehemi menjëherë në një moment kyç, në një datë që do të mbetet në arkivat e inteligjencës si dita kur vëllazëria u shit për një fuqi naft. Për një fuqi naft më shumë. Rusia, Irani dhe Kina bën dy lëvizje kritike që do të ndryshonin të gjithë balancën e fuqisë në momentin e tyre më të brisht. Amerika sapo kishte vendosur ngushticën e Hormuzit në një blokad të plot. Irani humbi të ardhurat nga nafta, portet e tij u mbyllën dhe në momentin më të dobët, Teherani ktheu kokën nga vllai i madh në veri, kërkoi ndihmën e aleatit të tij strategjik, atij që i kishte dhënë dronët Shahid kur bota e kishte bllokuar Moskën atje në Ukrainë. Megjithatë, ajo që bëri Rusia nuk ishte ndihma e madhe që Irani kishte pritur. Përkundrazi, ishte një tradhti e heshtur, e llogaritur me ftohtësinë e një kirurgu që operon pa anestezi. Vladimir Putini u tërhoq qetësisht nga tryeza. U largua nga rajoni dhe filloi të shes tregun e Iranit te klienti i tyre i përbashkët Kina, si ai që njeh dikën tavolinë dhe shkon e takon pas krah. Moska fillimisht tërhoqi në heshtje personelin e saj nga objektet bërthamore të Iranit. Më pas, Putini doli në skenë dhe tha një fjali të vetme, por ajo fjali ishte e menduar për t'i hequr asetit të tij të vlefshëm, Kinën. Washingtoni e kuptoi, por ishte shumë i kënaqur me situatën. Edhe Teherani e vuri re. Por nuk mundi të kundërpërgjigjë. Sepse në tryezë ishte luajtur një lojë e njëanshme. Pazaret kishin përfunduar tashmë. Dhe pjesa më dhimbshme ku ishte, Irani e përgatiti me duart e veta këtë tradhti. Sepse ky nuk ishte gabim nga një alat, ishte një kurth i ngritur prej vitesh që binte në kundërshti edhe me doktrinën e vetë Iranit. Dhe këtu kthehemi tek eksodi i Busherit, kur teknologjia shndërrohet në armë. Për ta kuptuar se ky nuk ishte vetëm thjesht një kurth apo tradhti e zakonshme, duhet së pari të dimë se çfarë ndodhi në Bushehr. Rusët e tërhoqën personelin nga i vetmi central bërthamor i Iranit. Kur filloi lufta, rreth 700 ekspertë rus punonin në Bushehr. Ata ishin që ndërtuanin pjandin, e operonin, planifikonin të ardhmen e tij. Centrali bërthamor ishte simboli konkret i partneritetit strategjik midis Moskës dhe Teheranit. Por gjithçka ndryshoi ditën kur filluan sulmet amerikane dhe ato izraelite. Fillimisht u largua personeli jo thelbësori. U quajt largim vullnetar nga Bushehri. Pastaj në grupe të shpërndara në disa ditë. Procesi vazhdoi. Qindra njerëz gjatë gjithë muajit mars u larguan. Kryetari Rosatom tha çdo herë një justifikim të ndryshëm për këto largime, por realiteti mbeti i njëjtë. Në thelb realiteti ishte i qartë. Rusia po braktiste Iranin. Detaji më i fortë këtu është ky. Rusia e realizoi këtë evakuim përmes Armenisë dhe kërkoi drejt për drejti leje nga Washingtoni dhe nga Tel Avivi për të hapur korridorin e Armenisë. Dhe e mori lejen nga Tel Avivi dhe nga Washingtoni, pra Moska shtrëngoi duart me armiqtë e Iranit ndërsa po përpiqej të dilte nga Irani. E la aleatin në mes të zjarrit dhe doli nga dera e pasme e shtëpisë me miratimin dhe me lejen e posaçme të sulmuesve. Gjatë informimit të Putinit, Likachev përdori një fjalë të vetme që dukej e zakonshme, por që përmbledh të gjithçka. Ai tha, zhvillimet po ecin sipas skenarit më të keq. Kështu i tha Putin. Rusia e di që Irani mund të goditet. Zgjidhja
nuk është të mbrojë aleatin, por të evakuojë personelin e saj nga Bushehr. Ky evakuim nuk ishte mas sigurie, ishte një sinjal. Dhe Teherani e mori i pari këtë sinjal, pastaj Pekini, pastaj Washingtoni. Dhe këtu ka një realitet që shumica e mediave anashkalojnë. Pa Rusin, centrali bërthamor Bushehr nuk përballet vetëm me mungesë personeli, por në fakt ai paralizohet i gjithi dhe partneriteti strategjik bashkë me të. Dizajni i reaktorit është rus, sistemet e kontrollit janë ruse, pjesët e këmbimit vinë të gjitha nga Rusia, shufrat e karburantit prodhohen të gjitha në Rusi. Me pak fjalë, Irani nuk e ka kapacitetin teknik për të operuar vetë këtë central bërthamor. Aktualisht në centralin ndodhen 72 ton karburant bërthamor dhe 210 ton mbetje të përdorur. Menaxhimi i tyre kërkon ekspert. 20 personat e mbetur nuk mund ta përballojnë dot këtë barë. Rusia do të kthehet, por vetëm nëse Irani fiton luftën ose kapitulon para kushteve të reja në Islamabad. Kjo nuk është aleancë. Ky është një vëzhgim prej oportunisti. Këtu vjen kanibalizmi i naftës dhe vëllai i madh i cili të vjedh bukën. Evakuimi i Bushehrit ishte një sinjal, por lëvizja e vërtet erdhi 48 orë më vonë. Kur Amerika vendosi blokadën Hormuz, 90% e naftës së Iranit u blloku komplet. Dhe ku shkonte ajo naftë? Shkonte patjetër drejt Kinës. Pekini e humbi furnizuesin kryesor të lirt, Iranin. Anijet Cistern u kthyen mbrapsh, rafineritë kineze kaluan në alarm, ndezën sos të kuq. Dhe pikërisht në atë moment, Putini doli në skenë e një buzëqeshje të akullt nga Kremlini që fsheh dhëmbët e ujkut. Ai tha, nëse Kina nuk ka naftë, vëlla jot Rusia ti përmbush të gjitha nevojat e tua energjetike. Hajde ke baba. Në sipërfaqe duket si ndihmë për Kinën, por në realitet është një goditje me thik pas shpine për Iranin. Dhe mesazhi i fshehur, nuk ke nevojë për Iranin, është Arusha këtu. Rusia po sillet si dikush që afrohet pranë një anije që po fundoset dhe në vend që të hedh komardare në shpëtimit, fillon të mbledh ngarkesën e anijes që po mbytet. Think tanku Stratfor e përshkruan këtë si momentin e judos gjeopolitike të Putinit. Ai po përdor forcën e sanksioneve amerikane për të hedhur në tokë aleatin e tij në Teheran dhe për t'i marrë atij tregun. Sa më shumë Irani izolohet, aq më i madh bëhet ndikimi i Moskës mbi Kinën dhe fitimet e tij. Pekini e sheh këtë lojë, por a ka zgjidhje? Nuk ka zgjidhje. Ka nevojë për energji, për naftë. Dhe rruga ruse e Arusës së Veriut është vetëm rrugë dalje për Kinën. Dhe këtu kthehemi tek fatura e papaguar e dronëve Shahid me të cilët Irani furnizoi Rusinë në Ukrainë. Pjesa më e dhimbshme e kësaj historie qëndron tek memoria e shkurtër e Moskës. Kthehemi pas në vitin 2022 kur Rusia pushtoi Ukrainën dhe nisi agresionin. Dimri i parë ishte kritik. Sanksionet po mbysnin prodhimin e armëve ruse. Pikërisht atëherë Irani ndërhyri me forcë. Dërgoi mirë dronë Shahid për Rusinë që të luftonte në Ukrainë. Dhe nuk ishin vetëm dronë. Irani mundsoi transferim teknologjie, ngriti fabrik të dronëve në rajonin Alabuga të Tataristanit. Inxhinierët iranian u mësuan në rusëve si të vrasin nga qielli. Teherani e pa këtë si një investim të madh. Nëse Rusia bëhet më e fortë, do të qëndroj pranë meje në momentin kritik kur të më jem unë ditë vështira, sot e mbrojt Rusin, nesër më kthen vllai borxhin. Tani ai moment ka ardhur dhe Irani është në sulm. Ngushtica është mbyllur, ekonomia po shëmbet dhe çfarë bëri Vladimir Putini? U tërhoq nga Bushehri, i shet naftë Kinës dhe harton një dënim të butë nga OKB sa për sy e faqe. Krahasimi është i turpshëm, apo jo? Irani dhe Rusisë mu shkrit për të marrë frymë në Ukrainë, ndërsa Rusia ja ktheu Iranit as avionët Su-35 premtuar. Moska nuk ka kthyer
as 1% asaj që ka marrë. Dhe sipas raporteve të inteligjencës britanike, ky është një leksion më i hidhur për Teheranin. Gjeopolitik, mirënjohja është një fjalë që nuk ekziston në fjalorin e Kremlinit për gjithë ju që bëni moral nëpër televizionet e Tiranës, tek televizionet e Moskës në Tiranë. Ju e dini se kush e bën propagandën, e keni natë për natë në televizor. Gjithsesi unë po ju shpjegoj. Mos u gënjeni. Washingtoni nga ana tjetër nuk është se është një spektator i pafajshëm. Ata e kanë lexuar mirë planin e Putinit, ndërsa në Washington po punojnë për të mbytur Iranin dhe për t'ia kufizuar grylin e naftës. Në Iran dhe në Rusi po luhet një lojë e madhe. Suedia dhe Danimarka nisën cisternat ruse në detin Baltik. Washingtoni po e rrit koston e naftës ruse. Plani i Putinit për të shitur naftë të shtrenjtë të Kinë po goditet nga sanksionet të reja të thesarit amerikan. Është një lojë shahu që po luhet me shumë interesa brenda. Amerika pas një diskutime ka planin të qartë të shkatërrojë plotësisht ekonominë e Iranit. Rusia është me planin e saj të qartë. Është duke vjedhur ditën për diell tregun e Iranit. Amerika do të pengojë Rusin të pasurohet nga kjo vjedhje, sepse në Amerikë nuk po vëzhgojnë, po mbajnë shënime. Dhe në mes të këtij tregkëndshi zjarri gjendet populli iranian që po paguan çmimin e një arrogancë strategjike. Dhe këtu vim tek një pjesë shumë e rëndësishme. Përse Putini ka nevojë që Irani të mbetet i gjymtuar? Çfarë fiton Putini në këtë rast? Për Putinin, aleanca nuk është vlerë, aleanca është mjet. Aleancë zgjat sa kohë sjell përfitim. Për vite të tëra, Irani i shërbeu Rusisë si një mordant kundër SBA-s, por tani një Iran i dobët i shërben më shumë. A dini pse? Besoj e dini një pjesë e juve. Sepse një Iran i gjymtuar nuk mund të konkurojë në tregun e gazit në Europë, në të ardhmen e afërt. Një Iran i shpartalluar, i gjymtuar, i sakatosur nuk e bën Kinën të varur 100% nga tubacionet ruse, nga Power of Siberia. Sa më i fortë të jetë Irani, aq më e dobët është Moska. Moska në tryezën e negociatave ka nevojë për karta. Ajo nuk ndërmjetëson paqe, sepse paqja do të hapte Hormuzin, dhe hapja e Hormuzit do të thotë rikthimi i naftës lirë iraniane për tregun kinez, që do të ulte ndjeshëm çmimin e naftës ruse. Ky është paradoks apo? Alati lutet që ti t'i qëndrosh në blokadë që ai të shes mallin e tij. Siç thot një citat i famshëm i inteligjencës franceze, DGSE, me miq si Rusia nuk kemë nevojë për armiq. Fantastike apo? Me miq si Rusia s'kemë nevojë për armiq. Dhe këtu vjen ora e Islamabadit drejt 22 prillit. Tani gjithçka varet nga ora e ardhshme. Armpushimi SBA Iran përfundon në 22 prill. Nëse nuk arrihet marrëveshja në Islamabad të Pakistanit, blokada do të bëhet e përhershme, ka njoftuar Trump. Dhe kjo kohë funksionon çdo ditë në favor të një personi të vetëm. Arusha e Kremlinit Vladimir Putin. Çdo ditë që ngushtica e Hormuzit mbetet e mbyllur, të gjitha të ardhurat e Iranit shkrojnë drejt zeros. Çdo ditë Kina bëhet më e varur nga nafta ruse. Çdo ditë Irani humbet përgjithmonë pjesën e tij në treg. Objektivi i Rusisë është i qartë. Dështimi i negociatave të Pakistanit, për arsye të fitimeve që ishin. Cila është llogaria e Putinit? Ja po ju shpjegoj me pak fjalë. Irani bëhet gjithnjë e më i pafuqishëm. Rusia bëhet dominuese e tregjeve të Azisë. Kina tërhiqet drejt një varësie strategjike, ku Rusia vendos jo vetëm çmimet e naftës dhe të gazit, por edhe rregullat e reja të lojës gjeopolitike. Pekini e sheh këtë si dobësi, por nuk ka alternativë tjetër. Kjo është një vdekje e ngadalt diplomatike për boshtin e lindjes, i cili ka filluar t'i bllokohen mushkrit. Këtu duhet të marrim mësimin e ftohtë të historisë, apo më të ftohtin e saj. Të gjithë ju tifoz, të cilët merreni me tifozllëk nga mashtruesit e Tiranës. Në afatgjat edhe Pekini do ta paguajë çmimin për këtë varësi. Kina
që dikur blinte naftë të lirë iraniane me fuqi të madhe negociuese, tani do të ulet përballë një Putini që ka çelësin e vetëm të energjisë në dorë. Dhe me sa duket në Washington po mbajnë shënime. Por Iranin, ky është leksioni i fundit. Ata besuan tek një partneritet që nuk bazohej në vlera, por në nevojat cinike. Ata dhanë dronët e tyre, por morën mbrapsht braktisjen. Ata ndërtuan Busherin me djers, por rusët e fikën dritën, sa po dëgjuan zhurmën e avionëve amerikan mbi qiellin e Busherit dhe Teheranit. Në fund të ditës, vëllezër dhe motra shqiptar, gjeopolitika nuk është një lojë shahu ku mbrohen figurat. Është një lojë ku figurat e vogla sakrifikohen pa mshirë për të shpëtuar mbretin e Kremlinit. Dhe sot mbreti ka vendosur se Irani vlen më shumë si një viktim e bllokuar, sesa si një partner strategjik i lirë në betejën e tij imagjinare me Washington. Historia do ta mbajë mend 20 prillin si ditën kur Moska nuk zgjodhi luftën, por zgjodhi tradhtinë e heshtur. Dhe ndërsa flaka e fundit në rafineritë e Abadanit mund të fiket, sytë e Teheranit më në fund janë hapur. Por ndoshta janë hapur shumë vonë dhe kur hapen sytë vonë, ndoshta nuk vlen. Këtu kthehemi tek tregu i gjakut, ku India dhe Kina ndërrojnë diler. Mirë se vini në tregtinë dhe në pazarin e gjakut. Nëse në pjesën e parë pam si u fikën dritat në Bushehr, në sipër, tani do të shohim se si po ndizet llogaria bankare e Kremlinit. Ka një rregull të pashkruar, vëllezër dhe motra shqiptar, në rrugët e errta të tregtisë globale. Kur një dealer eliminohet, klientët nuk mbajnë zi. Ata thjesht gjejnë një dealer të ri. Dhe në këtë rast Kina dhe India, dy konsumatorët më të uritur të planetit për naftë dhe gaz, po shohin drejt Rusisë me një pragmatizëm që të ngrijë gjakut në damar. Për Vladimir Putinin, shëmbja e Iranit nuk është më një tragjedi njerëzore, por është një mundësi rishpërndarje, të cilën ju do ta kuptoni mirë. Sa i përket shmangjes së sanksioneve, Kina dhe India ofrojnë tregje shumë më të mëdha se sa mund të ëndërronte Teherani atje tek Ayatollah. Rishpërndarja e tregut naftës i lë një pjesë luanit të Moskës. Varësia energjetike e Kinës po zhvendoset zyrtarisht drejt Rusisë. Dhe në tryezën e negociatave, Putini ulet me një kartë të re, një kartë që digjet: unë mund ta kontrolloj Iranin, unë mund ta sjell Teheranin në tryezë, por në këmbim e dua unë Ukrainën, dhe ky është pazari i gjakut të Putinit. Kjo është politikë e pastër oportuniste dhe jo menaxhim krizash, por ushqim prej krizave. Putini nuk është i trishtuar që shpërtheu lufta në lindjen e mesme as pak. Ai është njeriu që po ngroh duart tek zjarri që po djeg shtëpinë e alatëve të tij më të mëdhenj në Teheran. Këtu vim, rikthehemi me urgjencë tek kurthi i Islamabadit dhe tek operacioni toksor. Ndërkohë që ne flasim sipas burimeve të inteligjencës që monitorojnë frontin e Ukrainës, Washingtoni dhe Tel Avivi po luajnë një lojë tjetër. Bisedimet për armë pushim në Islamabad mund të jenë thjesht një mbules, një perde tymi për të përgatitur një operacion toksor masiv. Kujdes, loja është shumë e katëruar. Pentagoni po rrit me shpejtësi të frikshme praninë ushtarake. Forcat pritet të mbrijnë në detin arabik saktësisht në fund të armëpushimit 2 javor. Rusia po e monitoron me kujdes këtë fakt. Satelitet rusë shohin çdo lëvizje të flotës amerikane. Por ja ku vjen ironia. Përgatitjet ruse nuk synojnë mbrojtjen e Iranit, ato synojnë forcimin e pozicionit të rus pasi Irani të shëmbet. Irani e ka kuptuar lojën, por po përpiqet të hap dialog me Arabinë Saudite. Po i jep garanci Kinës dhe po diskuton për rrugë alternative me Indinë. Por këto janë lëvizje afatgjata në një botë
që po digjet me afat shkurt. Gjakderdhja nuk ndalet me diplomaci as me kalkulime gjeopolitike të vonuara. Dhe këtu shkojmë tek varri që u hap me duart e vet. Të ndalemi pak te ironia më e hidhur e këtij shekulli. Nëse Irani nuk do t'i kishte dhënë Rusisë mbështetje dhe dronë në Ukrainë, ndoshta Rusia nuk do të ishte kaq e fortë sot. Ndoshta lufta në Ukrainë do të kishte përfunduar pak më shpejt dhe ndoshta vet Irani nuk do të ishte më në këtë pozicion që është sot. Irani e hapi varrin e vet me duart e veta. Fuqia që i dha Moskës kundër Ukrainës tani e bën të mundur që Moska ta tradhtojë. Është paradoks i përkryer, ti i jep thikën mikut tënd që të mbrojë. Dhe ai e përdor atë thikë për të prerë pjesën tënde të tortës, sapo ti të kthesh shpinën. Vladimir Putini miq mendoi se po fitonte duke mos bërë asgjë, thjesht duke bler kohë. Dhe në afat shkurtër ndoshta Putini po fiton. Por në afat gjatë Putini po shet besueshmërinë e tij, sepse bota është duke e parë dhe po mban shënime. Spektatorët e kësaj loje janë të gjithë të tmerruar, bashkë me Lukashenkon dhe Kim Jong-unin. Nëse jeni në Minsk apo në Penjan, ky emision duhet ju shkaktoj një maks të madh. Bielorusia dhe Lukashenko po e mbajnë shënime. Lukashenko ka pritur armë bërthamore ruse, ka hapur kufit për trupat e Putinit, dhe nëse nesër shpërthen një krizë në Minsk, ato ta ndihmojnë Moska atë, apo do t'i thotë skenari po ecën sipas parashikimit më të keq. Si tha në kohën e Iranit. Korea e Veriut gjithashtu po ndjek. Kim Jong-un ka dërguar miliona municione dhe trupa në frontin e Kurskut. Nëse tensionet me Seulin shpërthejnë, a do të dërgoj Putini avion në Penjan? Përgjigja pas asaj që pam në Bushehr është një jo e madhe ulëritse. E pëlqen kush e pëlqen dhe refuzon kush e refuzon. Kazakistani po e sheh, ata kujtojnë Sirin, kujtojnë se si Rusia evakuoi teatrin sirian, la Wagnerin në mëshirë të fatit dhe la Asadin në mes të ditës të pambrojtur për të shpëtuar lëkurën e vet në Ukrainë. Kështu erdhi Birbili dhe kështu e morën Asadin me aeroplan. Koncepti i Putinit për aleancën përmbledhet me një fjali të vet. Nëse ka përfitim, i je mik. Nëse ka krizë, i je vetëm. Retorika për një botë multipolare ishte thjesht një ambalazh i bukur. Në terren ka vetëm një pol për të gjithë ju që mashtroheni nga propaganda e mediave të Tiranës. Interesi i Kremlinit, deti Kaspik, oborri i pasëm, është duke u djegur. Dhe ka një arsye tjetër pse Rusia nuk e ndihmon dot Iranin, edhe sikur të donte Irani. Ajo nuk e mbron dot as vetëm. Sistemi ekonomik rus është në kaos të madh. Sulmet e Ukrainës mbi rafineritë ruse kanë goditur rënd kapacitetin e prodhimit. Kur Rusia nuk siguron dot karburant për tanket e veta, si mund të sigurojë mbështetje për terminalet e naftës? Në ishullin Karg, loja po bëhet çdo minutë e më komplikuar dhe do ta kuptojmë sa të mundemi. Edhe deti Kaspik nuk është më një liqen i sigurt rus. Goditjet e dronëve ukrainas mbi anijet ruse në Kaspik tregun qartë se oborri i pasëm i Kremlinit është bërë një terren gjuetie. Si mund të jetë Rusia mburoj për Iranin kur nuk mbron dot anijet e veta në një det të mbyllur? Kjo pyetje jehon në dhomat e gardës revolucionare në Teheran, ku oficerët e ushqyer me propagandë për aleancën e madhe euroaziatike mes Teheranit dhe Moskës ndryshe nga që donte Imam Khomeini, shohin në qiell vetëm raketat amerikane, por jo avionët rus. Shumë vonë është. Mund të them vetëm një fjalë të fundit për këtë histori që vjen nga një zyrtar në Teheran i cili përshpëriti një burimi anonim
dhe tha, e kuptuam shumë vonë se çfarë aleati është Putini. Shumë vonë, sepse koha tani punon vetëm për Moskën. Shumë vonë, sepse fikat e reja ruse janë duke u mprehur dhe janë në rrugë drejt Teheranit dhe lindjes mesme, dhe këtë herë nuk është e qartë se kush do të jetë gjahu i radhës tek menuja e arushës u rritur të Kremlinit. Irani hapi varrin e vet. Fuqia që i dha Moskës u bë litar rreth fytit të Teheranit, dhe ndërsa ky mini emision apo bisedë mbyll perden, mesazhi është i qartë për çdo autokrat dhe udhëheqës që mendon se mund të blej besnikërinë e një ish agentit KGB-s në gjeopolitik. Tradhtia nuk është kur gabim, është gjithmonë një llogari bankare që pret të arkëtohet. Dhe Putini sapo shkoi në bank për të llogaritur, për të bërë tërheqjen e çekut të tij të fundit. Në Teheran nuk i besuan as doktrinës së vet liderit të tyre të parë përpara Khameneit, Imam Khomeinit, i cili kishte ngritur në fillim të 1979-s kur fitoi revolucionin islamik, kur erdhi nga Franca për të drejtuar revolucionin. Slogani i tij i madh ishte as lindja, as perëndimi, por vetëm Islami. La sharkia, la garbia, islamia. Islamia ishte slogani i Imam Khomeinit. U deformua edhe doktrina khomeiniane në Teheran nga garda e revolucionit, sepse kodet ishin dhënë. Nuk ishte vetëm Amerika djalli i madh i botës sipas doktrinës së Khomeinit, por ishte Rusia një djalë tjetër i dytë, tek i cili nuk duhet kishin shpresa dhe nuk duhet ta besonin aq shumë. Sepse Khomeini e dinte që në gjeopolitik ka vetëm gjah dhe viktima dhe nuk ka aleanca të përjetshme. Për të gjithë ju që ushqeheni nga propagandat e mediave të Beogradit këtu në Tiranë, unë ju them edhe një herë, kujdes kur të bëni llogaritë dhe matjet. Ata që ju bëjnë tërditën propagandë ruse apo propagandë amerikane të shtirur, nuk janë gjë tjetër përveç se servil dhe shërbëtor ose të Beogradit ose të tjerë lëpirës e servil, të cilët synojnë të bien në sy tek qelit dhe kancelarit perëndimore në Tiranë, që të kapin në një post apo të bëjnë pak karrierë në politikë. Akademia e Gjeopolitike e Lëvizjes Adeo është këtu për t'ju analizuar ftohtë, me qetësi, të dyja anët e monedhës, dhe jo ashtu siç thonë mashtruesit, që kërkojnë të vinë të bëjnë tym. Kreshniku një ditë flet ndryshe dhe një ditë flet ndryshe. Jo. Kreshniku i flet të dyja anët e monedhës për të treguar popullit tim të dashur, shpesh naiv, që të mos mashtrohen nga propaganda e mediave të Beogradit në Tiranë, që frynë vetëm sipas erës së Moskës dhe jo sipas interesave gjeopolitike të shqiptarëve këtu në rajonin e rrezikshëm dhe të frikshëm të Ballkanit. Kaq për momentin, do të rishihemi shpejt në darkë. Nëse shihni se ka vlerë të ky emision dhe këto biseda, merreni çojeni pjesës tjetër të shqiptarë. Bëjni like, share, subscribe. Shpërndajeni fjalën, kanalin, nëse mendoni se ka vlerë për njerëzit të tjerë apo për shqiptarët e tjerë. Duke ju falenderuar shumë për kohën tuaj të çmuar dhe vëmendjen e jashtëzakonshme, ju falenderoj shumë. Ju uroj një ditë të mbarë në vijim derisa të rishihemi në darkë në të tjera zhvillime të jashtëzakonshme, të cilat do t'i dekodojmë të gjitha bashkë këtu, minutë pas minutë. Miru dëgjofshi.